e kemi përzgjedh për ditën e sotme, është një temë simpatike atje, po? Çka e çuditë, ha? Po, bre, çka ju çudit? Kohëve të fundit e kena fjalën, a din se jo kështu në përgjithësi, po bën edhe në përgjithësi me tregu, po bën edhe në kohëve të fundit diçka që ju çudit. Njerëz mu për shembull, çuditës njerëz që paragjykojnë shumë, çuditin. Çuditna. Çudit është mbi ty na? Me njerëz që shkojnë në ndet i dimrit. Çuditna. Që dalin me ecë plazhës, lypin me ecë plazhës dimrit. Ose vjesht. Kjo është për verës. Po është për verës, po është edhe për dimrin tim mirë zolli. Është romantike, Kleani, ojri post, gjitha këto, por tani është atë mirën, është mali për këtë punë. Është edhe mali është edhe për verës. Ku. Është konga që vjen male në fushë gjithandej, është grupi Hawolf. Është grupi i vllaznive Havolli, një rock band i mrekullueshëm me një këngë mrekullueshëm, Buk e Kryp. Po, tema është ka ju çudit më shumë, më shumë jo vetëm për njerëz, për vërtetësimet, po. Kam çudit më shumë që është se çysh çuditëm na, se çysh I kena punë çështu ket. Pse çuditmi, domethënë, çudit është pse na çuditemi. Absolut, tu e di që çka bojnë ana. Mirëm me gjithkonin muzikë të lava, e ngova pa që muzikën që e këshil shu më të knoq shpirti. Po. Edhe që të mu më çuditin. Çysh çuditëm pse e kena punë keq. Se kena në mjekësi punë keq. Çudia e njerëzve. Po nëse çudit të nas gjasin 3 ditë, bile edhe 3 ditë shumë mirë po mdokët. Edhe harruan. Po 24 orë kanë kështu max, edhe mas ne fillon veç me u harru, se ka shumë ngjarje tragjike, ngjarje të bukura që kanë ndodhur dhe janë. Edhe çka, por në me çka është me çudit, po me çudit. Është për të çuditur. Po merrem me toni far personi, në studio në për emisione, jo atë frizerën që thënë bojnë tashëm to. Atë Linda Morinën, atë narkomonën e Xilonit, krejt me qëta mirëni, edhe çuditëm pse I kena punë qështu. Nësë na çudit edhe ti tash me emra. Na çudit edhe ti me emra, Okej, më falj. Me etiketime, okej. Ubo, faleminderit, po e kuptojmë. Falem shumë. Hajde të përshëndes pas ditës këndshme. Tung, kalon shpirë. Ecim pas ka pas ndërprerje të energjisë elektrike në shumë vende sot në Kosovë, sidomos në zonën e Deçanit edhe të Pejës, për shkak të erërave të forta. E tham që moti është me shi sot edhe jo be fasu parrim, wow, son. Do shtaj ka po me qëllim që mi tregu që gjendja është hala që ka qenë. Dikush po mundohet me au tregu të kundërtën, dikush realitetin. Po di. Nëse Keci pas ka ndalë me një komunikat dhe ka njoftuar që si pasoj e motit të stueshëm erëra të forta që kanë filluar në orët e para të mëngjesit, një numër I saktuar I konsumatorëve në këtë rajon ka mbetur pa energji elektrike. Edhe kanë dalë në terren, me siguri deri tash e kanë rregulluar çush është me sajua. Me evitu. Me sajem diçka për të sajuar. Për ta rregulluar evitimin, atë. Se kemi pas temë diskutimi sot me Simin disa shprehje që I përdorim. Po, do muhabetet mira, na ka shumë keq si patun kamerat. Po, një orë kemi diskutuar për shprehje që I përdorim na qoftë që I kemi adaptuar nga gjuha serbe, nga gjuha turke, tash edhe nga anglishtja dhe nga shumë gjuhë të tjera, e që dikush nga një rajon I din, dikush tjetër si din, unë kish fjalë që sikum dëgju kur njet, edhe çdo ditë dëgjoj fjalë që sikum dëgju kur njet. Përndryshe për ata kur thirrin prej rajoneve të ndryshme, gjithmonë I them aty më falni, atë farë slengun, shme thon, tuaj. Për arsye se, domethënë, na e pasuroni gjuhën, jo për diçka tjetër, veç kena me mësua edhe 2-3 shprehje të ndryshme që kena mi ditë, po ka dhe diçka shqip mira, po shqip. Ka dhe shqip, po flasim për pasurim. Atë kjo ta njeh fshat mirën, aty në shumë shqip edhe është domethënë, po ta njeh fshat mirën, që është shumë e mirë. Edhe që si ka plot, ka plot. E për thojzën çka mendon? Ba thojzën, domethënë në kumenu është ajo që ishtin, aty, ai është thonjeza. Po thonjeza është ajo, po. Thojzën. Thojza është domethënë ajo që I pren thajt. Unë thash. Thojza. Po si shashku. Ku me ditë fiqusën sa në përzyre që është thojzën. Po te kallzojnë as frëngjarja, më e thojzën. Shkova te zyrja. Po, shkova tha se po më duhet të për kpuca diçka tash pa, në krejt jashtë. Shkova sa në përzyre me kështu çka është thojza, s'është kur gjau, ktheva thash fjon, çka më lyp, e thash se mos nuk po të një mirë diçka. Ta thojzën pra, dina jo thash që I pren thajt. Eu
Shkova e mora, thoj se një e pa ula nga. Tani nisi diskutimi mes kolegëve se çish i thoni ju, çish i thoni ju. Çish i thot taj. Edhe asnjëri njëjtë. Asnjëri njëjtë nuk i tha. 500 emërtime i pat. Alo, telefonata. Shumë keni lanë me prit për çuditur. Karon komi e lodh gone, an komi e tunajta. Jo, që të ulun jo, veç atë ju këshësha juve të bisedu me kanë lidhja. Pa dhe na bre ka njerë, po kena qefsi jo, atin me fol. Ane. Si me më pranu telefonat. A të qysh, shtash për thire? Okej. Mirë gone, si e ti, si kalon? Mirë faleminderit. Qysh e ke pas ditën sot gone? Super. Qa mu pas ke lodh, kështu që minë zi po fol. Edhe nervos po ka? Po plus nervos. Jo, gjithar jon pozitive. Sot s'po dokësh. Valla jo. Larg pozitivitetit je sot. Po falni e mlat me prit. Gjithë jon pozitive dhe harashme, seriozisht. Hajde tregona çka po çuditoj gone. Olla më çudit mas shumë di që i qesin pren për shtëpis. Shumë çudit ka katastrofë. Prej shtëpis, do më thonë, ata fëmijë që i qesin prej shtëpis, çuditën. Po, shumë çudit na katastrofa, Zoti i udhëzoft. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndes shumë. Ciao, kalofshi mirë. Paska nina i rast, paska nina i rast gone, a? Ka dikun e paska kop një. A paska ni po dhëm dikun i rasta? Jo, s'kum ni, po qështu që po njetën e përdetshme që pinë dëgjë njerëzit, a de? Po de, që ata polis. Unë s'kum dëgju kur. Qoftë rrethin e ngushtë, as gjana, as kështu s'kum dëgju kur që dikush e ka largu prindin. Unë ndëgjoj shumë rrjete sociale që i qesin e njerëzit. Aty nuk ju besoj, aty nuk ju besoj hiç. Hiç as, ja. A më vërtet është i qesin fjala? Aty nuk ju besoj, nuk ju besoj. A më vërtet është i qesin pi shtëpisi, ku pani që herë me syt miq i kanë qenë. Oj gone, faleminderit, që kallëzoj punën e rrjeteve sociale diçka. Faleminderit shumë. Nuk ka punë e rrjeteve sociale, po dhe kështu kom dëgjuar. Po, në rregull, unë s'kam dëgju, po në rrjete sociale unë them nuk ju besoj. Edhe na këna të zhusë nuk mundesh me mohu, e vërtetë është. Jo, nuk e mohoj asnjëherë, veç tash kam dëgju për vete. A mo, kështu që kanë thonë njerëzit shumë edhe e vërtetë 100%. Po, unë s'po them, s'po e mohoj. Veç tash unë për vete s'kam dëgju, fatmirësisht që s'kam dëgju se isha prek shumë. Faleminderit shumë gane. Ton Fiona Kalomi. Hajde të përshëndes. U zgatum shumë. Kondicionerët Bruno. Jo se tash po du me kallëzu qëtose, se ata po thash të lo pak me morë. Ishtë tash t'ju kallëzë ishtu kondicionerët Bruno, po i keni me 5 vite garancion, keni me shumë efikas kru eftoje, po. I gjeni kudo në Kosovë, edhe kanë konsumin e energjis minimal që është shumë e rëndësi. Puna rrjeteve sociale, atë që si besoj pa i me vërtetu me një koa.net, aglamradio.fm, nuk i besoj. Që është vazhdoj mus mi besu. Për mua se ka informata shumë të pa konfirmume. Edhe atë din që këta i gjesti. Edhe tha nona se pe këshyr pe dan shumë. Pa këta i gjesti anej, thash, jo pe këshyr, më kish dalë aty, është atë që më thonë Big Brother VIP Albania, atë. Thash prepet ide në koa.net. Ata apet mu referun të linku i Dobre ka këcy atë. Është problem se ka shumë video. Unë e deshta me dalë të kjo pjesë që ka shumë video. Edhe jo që ma urani ditlindje do më thonë Facebook se besoj. Pa unë thirë se besoj. Sot dush ma urani. Kjo është krejt tjetër sen. Po e se besoj. Unë e deshta me ndërlidhë që ka shumë video, ka shumë pamje me miliona që qarkullojnë brenda ditës në përjetët tona sociale, edhe që ngjarja është komplet diçka tjetër dhe përshkrimi është komplet diçka tjetër. Domethënë bot një manipulim i papam i arzakonshëm i videove, edhe mas ne nëse hyn për shembull në komentet se mëson më shumë i kushtoj vëmendje komenteve se sa vet videos, edhe aty shumë shpesh ka demantime që nuk është e vërtetë se ky person nuk e ka bërë këtë ose nuk është puna për këtë. Kështu që nuk ju besoj fare videove që dalin me përshkrime, shikoni se si përzuri nënën, si e bëri babain, tezën hallën, se nuk besoj hiç pa pas burime të sigurta. Kështu që juftoj edhe juve me pas mendimin kritik. Me pas mendimin kritik, me pas atë idenë që jo gjithçka çka sheh dhe çka lexon është e vërtetë. Ose ushqeni me lajme po çe telefonata. Njëri pozitive ki. Hajde përshëndetje. Po, përshëndetje. Hajde përshëndetje. Çugonë çao pozitiviteti. E ju të na partit këto. Batir që shje. O, mirë, more. Që njëri që si intereson për jetën sociale. Batir, çka çudit ty? Sot po flasim për senet që na çudisin. Unë e thash çudit na për njerëzve që i besojnë në rrjeteve sociale çka shohin komplet. O, mua ma shumë ti po. Veç titullin me lexu, njerëzit domethënë e marrin si të konfirmuar. Kush? Në përgjithësi po flas, ka shumë njerëz që i besojnë titujve. Po, pa e lexuar lajmin fare, titullin e lexon. Kush nuk e don punën,
Po? E të më thonë njën qmimet e shtreta, po? Edhe ankohen që s'ken, as ka njëri që s'ka kërë, që nuk ka gjithat mirat që s'ka. Bravo, Batir. Ankimet i bojnë, a me punë. Është një paradoks i jashtëzakonshëm. Do me thonë, atë shumë ankohemi, edhe atë shumë kemi të mira që na rrethojnë, që nuk e dim. E pash një pjesë të emisionit, pa hiri tu i pa pjesë të emisionit. Batir, tu i këshyre emisionet që të kalume që i kina pasë, një telefonat për me arte dhe po thot ajo zoja, unë jam mirë kur Shqipnia, o mirë atë në kësi thonje. Edhe e kësha thonë aty, thash, që ka kesë shumë mirë, 4 kryeministra në atë kohë shqiptarë kënë në rajon e kështu, që ka shumë senet mira, pse po ankohemi, po që ditëmi, me po i përmenim këto senet e këshia atë. Batiri ndërlidhi shumë mirë që tha dhe njerëz që nuk e dojnë punën edhe ankohen mandej për çmimet larta, për këto ato për krejt to çka po na rrethon. Faleminderit Batir. Ke godit. Komunikacionin këto momente na thot kështu, hyrja në Prishtinë po shihet e ngarkuar në deri tek udhkryqi i katedrales, rruga Gim Ramadani me kolon deri tek udhkryqi i Menzës, e ngarkuar është rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit dhe pjesa poshtë Veternikut deri tek rrethi Duplex. Me u çudit është që edhe dalja e autostradës në fushë Kosovë ka kolon në këto momente. Se për të çudit hiç? Po dhe, edhe në kështë herët kështë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Mirita. Kush na përshëndet? Sali i Gjermani. Si e Sali? Mirë, po ti arsim a jemi? Mirë, faleminderit, shumë mirë jemi. Është që gëzohemi që jeni. Si ke kaluar? A ke punuar jo? Po, patjetër. Unë vjen shumë mirë. Për çka po çuditesh o Sali? Unë e çudit na që ky fjalin ma morri mua. Që shumë njerëz ankohen, speshojnë çfarë luksi i madh u bën. Është luks me Sali se domethënë çto e diskutojnë ana shumë shpesh edhe mes kolegësh këto. Edhe besa me familjar, unë edhe me familjarë, a dinë nxojna veten kanë herë tu anku pa lidhje. Edhe më çuditin. Ndikohesh prej atmosferës, prej energjisë. Këtë luksin para luftës se kena pas. Unë para luftës jam i dalën jashtë. Po? Unë nuk e dije pse dalin tash njerëzimi kur kemi shtet, kemi siguri, kemi shumë sene ka me përmend që i kemi krejt. Po çfarë arsye dalin gërbet njerëzimi? Një 200-300 euro ma shumë. Po më çuditeni për më jap 200-300 hiç. Po më çuditin domethënë. Se kjo është të thonë një gjë tjetër. Edhe mua më çuditin disa. Me asnjë që tjetër. Po dalëm jashtë, kishe me fitu ma shumë, pa di se jetë ma shumë para atje sa këtune. Nëse punon mirë, po edhe kursen mirë, ose i menaxhon mirë, ma mërmendja që po mundesh me qenë afër, se jo ma mirë. Po shumica që dalin është një arsye tjetër pse dalin atje. Edhe që kanë herë nuk dojna me përmend, po që duhet me përmend, më thonë është arsimi numër 1 që sot dalin njerëz atje, edhe po për shkak meje, edhe është shëndetësia që është ndoshta edhe kryesorja pse shumë njerëz e kanë marrë rrugën e gurbetit për me shku për shkak të një sëmundje që dikush i familjes tyre kanë pas ose që s'ka një siguri për me rrit një fëmijë në shëndetësi. Po dhe ajo po përmisohet, se do të më u përmisu që thojna na shpesh edhe na me si shëndetësi po rritemi, po jetojna, le të marrim praktik neve veç t'jalojnë gjeneratave tjera që duhet. Arsim, nështë pak të zgati unë, arsimi e tha dhe shëndetësia. Po shëndetësia nëse e paguish privat një se këtu unë 25 vite kam stash pune. 25 vite ka 300 e kusur erë më ga i. Me privat që dite, me privat do më thonë vish pak një puls dikun me 3 që është në kam. Shemëll, edhe tash e sigurojsh vetën, një. E dyta arsimi. Çka do të thotë arsimi? Arsimtar kemi, mësojnë. Ka mbarë të personi, domethënë prindit sa mësojnë atë fëmijë. Edhe sa angazhohen me atë. Nëse angazhohesh edhe ti prindit domethënë. Ja bona një ditë ai bash shumë si çetune. Po tash këta trit që po dalin këtu, nështë arsyeja të tjera. Lloj arsye, tash përmendëm se ka negative. Është mirëqenia. Po sociale, ekonomike. Unë po mos vet, nëse kthejna 50 vite i kam, nëse kthejna unë jam pensioner gati, që thotë. Po tham për rinin e sotit pse pelshojnë.
Unë nuk e thash për gjeneratët tona, shembull. Për rinin e sotit për shka pelshën për kem shtetin siguruar. Kallzon ti mu kur do mu kthy me jetu në Kosovë. Valla sot marrësi me mujt. Po pse s'po mundesh, se çfarë s'e kuptoj. Pensioni është e prit. Hajde tregom. Gatëm shumë tema për mua. S'ka lidhje se këtë temën e Fiona kena shef me diskutuar shpesh. Hajde tregom pse. Nëse kthena unë personalisht dhe vet, unë duhet pa fëmijë me jetu atje. Fëmija me jetu në Gjermani nuk kthehen. Pse nuk kthehen ata? Pse s'po binden mu kthy ata? Nuk dan. Pse s'dojnë? Çka ka më mirë atje? Nuk ka dash. Domethënë, a ke tentuar herë mi bind, mi thon hajde një vjet me jetu në Kosovë? Jo, unë personalisht për shkak që unë letrat unë komponu. Familja jam s'kan punue. Unë personalisht rregullisht kam punue. Për shkak letrave unë ja kam po mundsinë kom thonë për shkak një rrogë ju çojt në Kosovë. Juve më këshir dhe kur ta bëj atë pozitën ndaj far biznesi, ndaj far lloj mendime ka për me bë unë pozitën atje të fortë për me më kthy edhe vet. Faleminderit që na ke thirrë se u zgatun. Faleminderit pak që zgata. Jo, s'ka problem. Ti ma dish ç'i vjen. I vjen me nis prej zeros. Sikur ti që shkon atje pi zero se nis. Okej, po ti po mësosh atje me një standard shumë analt, me një jetesë. Me një standard, me një jetesë mësosh goxha manalt, edhe me nisin bashkë prej zeros. Bashkë prej zeros nuk e nisin, hajde prej dyshit. Shumica kanë shtëpia, kanë banesa që kanë ble, edhe domethënë po nuk e nis pizza. Edhe atje gjen banesën më një herë. Po e gjen, kudo që shkon e gjen, veç aki parë me pagu. Veç aki parë me pagu, se funi çata jetojnë. Janë mësuar me një standard të caktuar dhe me ranga ai standard, me ardh me luftu për 5-600 euro rrog ose për 2 puna për me mrin një mishë në muj, për shembull, nga një standard atje që me siguri e te kalon 2-3 mishin, atëherë është problem. Kështu që i kuptoj plotësisht edhe nëse refuzojnë marrë në Kosovë. Ngamni ju që doni me ndrej standardin e veturës për 10 vjet, shkoni te Toyota dhe bleni Toyota Yaris Cross 1.5 hibrid. Po, mundeni me inket Evropën, s'ka ndalesa kjo vetura, din se pindalojnë dasi doksiktos e ndalojnë. Ekologjike. Po, se ka shumë ekologjike, për ndryshe, për juve që i dëni veturat sport, mos harroni që e keni GR Sportin, që ka mri në Toyota Auto Trade, bedini, në Çaklavic. Mundeni me shku me bodhën i test drive dhe me i pa modelet e tjera Toyota me çmimet më të mira dhe me garancion 10 vjet hiç më pa. Çet telefonata fillon. Jemi live në këtë momente përveç frekuencave tona, edhe ka vizionit, jemi live edhe në YouTube në kanalin ton, por edhe në portalin e Kohanet, koha.net, edhe aty na keni live për ju që doni na ndjek në këtë momente. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me kë po flasim? Me Zëmerin nga Belgjika. Si jeni? Mirë, ju si kaloni? Mirë, faleminderit. Çka çudit ty? Më çudit me këtë popullin ton, si folin për njerëz pa lidhje diçka tash, si për shembull e shohin komunistrin. Po? Ai komunistri i gjithë popullit thonë, nuk ka vishi. Është i zgjedhur nga populli, po? Pas do të më kritiku heça. Me shoh dhe me kritiku? Ja, po, me kritika që të ka bën, po të kritikë. Okej. Edhe plus programi juve s'u ka del mirë në televizion. Pse pra çako? Deri sa kem të ndjek mirë dok. Jetë ndjek mirë, po ti s'e ka shef, ti e ka televizioni është krejt nëshi ka folni e krejt ka del nëshi këtu. Fotografia me çka po na ndjek, në çfarë platforme po na ndjek? Është shumë e rëndësishme ditë. Po thash unë jam ka jo thirrë pe telefonit. Po veç ku pesha këtë vend? Ku pesha? Këtë vend pisho në këtë vend. Okej. Po devish do të më dinë në platformën për operatorët. Nëse ka fjalën për audio. Jo, mundet me pas probleme me internet edhe po ta dërgova një link, mundesh më na këshir në korale. Faleminderit. Hajde të përshëndes, po përmenda edhe në YouTube edhe në Kohanet jemi live. Faleminderit shumë, domethënë na e zgjedhim dikën edhe e shohim tani e kritikojmë. A për me kritikojmë, okej. Po ja me kritiku, aty domethënë duhet gjallësysh. Kretë dhe neve, ke po na që shbojnë athirje me Fionën, na kritikoni, na epni na e farë kritike se na bën ma të mirë, jo na e sen tjetër, po na bën ma të mirë. Okej, këto që janë në për komunikacion, këto momente për shëni foto, po, që në ka dali autostradës në Ajvalimër. Jo mëre, ku është kjo?
Fush Kosovë. Po kur ti bëni fotot vish pak ma zhën kapni. Po se pi kapni me ngosht. 0.5. Po me 0.5 pak me po me kështu na i fal banderës se kuptojna bash mirë krejt. Poshtë Veternikut ka kolon deri tek udhkryqi deri tek rrethi Duplex, ka kolon edhe rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës, vazhdon kolona edhe poshtë me dal deri te bulevardi Bill Clinton. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. O, përshëndetje. Kush na përshëndet Abedin? Abedini. Si kalon? Abedini. Po, të ndëgjova, si kalon? O, mirë faleminderit, ju si jeni? Mirë faleminderit, Abedin. Mrekullueshëm jeni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe ti je i mrekullueshëm. Faleminderit. Që sepse? Hajde, Abedin, tregom çka po çudit. Po që dita me një pol njerëzish si para lufte, si mas lufte, gjithmonë kajnë bre, nuk e di pse. Qysh kajnë? Qysh po menon që qajnë? Ashtë kajnë, veç gjithë ankohen. Ankohen, që ankohen. A njerë shumë kësi njerës që ankohen, a? Kisha thonë mi frekuentu ma pak, bre. Me najtë ma pak me ta. Pesa, cim, i kanë punë shumë mirë, zoti shqyqës, i kanë punë mirë. Ma pak me ta. Pa pet po kajnë, bre. Se këta e njëllin Vobeksin, që thomë në kjo, adin? Që ta e njëllin, adin? Seriosisht, ka njëre... Ska ndryshes. Ka njëherë dyshoj pak të kjo mendimi pozitiv, të kjo energjia e universit, se do njerë që ankohen qatë shumë, nuk e di që shmojnë me i pas punë qatë mirë me gjitha ato ankesa. Qysh një është ti kur e shen një kujshi tonin, fion, mëngjes, edhe ta bën mirë mëngjes, si e aje mirë, si... Me pozitivitet me të folë. Edhe një mëngjes, një kujshi që e shen me sabatën, tu bre, adin, e dha fjallin tjetër, qysh ma pas kalon kjerën kesh, adin, qysh njështë e qysh janë njës ditës te personalisht. Edhe ata shikon, janë që shtë, me thonë, ta prishë. Tu dos me shku me bleta jo, do thut nalë. Jeti par virusin veti. Po gjithmonë e kesh, punën e keqe, po punë e mirë gjithmonë livdohet. Faleminderit, punën e mirë, shumë mirë e keni pe bani, edhe na ju duhet me ju livdohet. Faleminderit shumë. Faleminderit, vish mos të prani se tani. Ja, na nuk e teprojmë. Faleminderit Abedin, po pedi ti Abedin. Përshëndes juve. Faleminderit edhe na të përshëndesim shumë, e përshëndesim edhe Prishtina Ticket. Gjatë muajit mars se kemi përmend tash disa ditë që keni oferta të veçanta sidomos për ju që jeni të interesuar me shku drejt Ljubljanës edhe anas Jeltas. Keni çmime speciale në prishtinaTicket.net, por keni udhëtime gjithashtu drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë dhe Luksemburgut dhe anas Jeltas me çmimet më ekonomike. Dhe brenda çmimit do të keni 20 kg bagazh falas, check-in falas, 6 kg çantë dore, çantë krahu ose çysh doni i thoni. 6 kg falas po ashtu, kështu që vizitoni prishtinaTicket.net, jo vetëm për këto destinacione, por edhe për shumë tjera që i kanë që i publikojnë vazhdimisht me ofertat më të reja. Më ka ardhur një foto, po që po ka problem diçka me këto me emisionin që pasere po bllokohet. Jo, faleminderit shumë që na ke dërguar informatën, është një kolege jona që e përshëndesim shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë Jon. Por ndryshe, po shkojna deri në Alpi Mall shpejt? Ha? Çfarë po thon? A je gatshme? Gjithë. Unë e kesh dje, domethënë poshtë do super zbritje. Që shkojna i këshirun bashkë. Sot me se çfarë ju çudit, e neve na kanë çudit sot çmimet e Petrol Kompanisë në 2 lokacione. Në Vushtrim mund të përfitoni me çmime sikurse euro dizeli 1,21 për litër dhe benzina 1,22 €, ndërsa në Podujev në adresën Magjistrale Prishtinë Podujev e keni euro dizeli 1,23, ndërsa benzina 1,24 €. Do të thonë çmimet sim janë 1,21, 22, 23, 24. Kështu që përfitoni nga këto super çmime, gjithashtu i keni edhe ofertat e muajit të Ramazanit në restorantet e Be Happy, gjithashtu e keni edhe super lojën ku mund të bëni pjesë të lojës shpërblyese, por për krejt këto për të marrë gjitha informacionet në kohë, bëuni pjesë të komunitetit të tyre në Viber ku vazhdimisht ju vijnë informacione lidhur me ofertat më të fundit. Po presim telefonata 049 978 978 edhe një herë, e meqense po ka ndërprerje nga pak për shkak të koavizionit, po ju ftojmë na dëgjoj edhe përmes kanalit ton në YouTube
Glam Radio 86 FM. Kështu e gjeni Glam Radio në YouTube. Që se i mora informata, do më thonë prej. I gjeni krejt videot tona aty, po? Të disa provider, po, të disa, edhe nuk e di që është problemi. Si të që tjetë, po ka mundësi për më na përcjellë dhe në koa.net, Glam Radio.fm edhe në Glam Radio në YouTube. Atë kalzoj kolon ku ka? Tregam. Rruga po qasja për të kreti Çaglavicës në drejtim të Prishtinës Pana, sjellta se keni për me shku te Enza Home edhe për me përfitu beso, dhe me fitu zbritje deri në 30%. Enza Home në Magjicalën Prishtinë Ferizaj në kilometrin e 6 në Çaglavicë. Aty e gjeni edhe tash bedding për juve që doni për me pas një dyshek edhe me flajt kështu si po, pedin qysh mirë. Çe telefonata? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde Enis, përshëndetje edhe për ty. E jeni mirë. Mirë, faleminderit. Të tregon atë qysh je? Mirë, si dje se sot. Për njëjtë më të trego, a je ma mirë? Jo, valla, jo, s'jam fjun, po. Ko marë përshim të këqyru. Po, na tregove dje, njëjtë sikur të dje dhe sot po të uroj që çka do që është problemi me kalu sa më shpejt. Tregon çka të çudit ty? Unë, me të thënë drejtën, bash një ditë në vetin i shoqë që diçka më tha po çudit, thash po mdo këtë mos ka mejt u hargju edhe çudia. S'ka mejt as më çudit. Kështu që muë çka më çudit edhe çka për mua është e dhëmshme, prend kur dalin për shembull me hec me fëmijë të vogël, me fëmia hecin, i shoh prend hecin përpara fëmijë lën mrapa. Ko e den ti çka po ndodh fëmis hec e lën fëmin 50 metra mbrapa. Ka shumë prind e pa kujdesshëm, kështu në thonjë za? Po, pa kujdesi. Ç'e lën fëmin ashtu? Po edhe një tjetër, kjo edhe kjo dëmon ka të bëj me fëmijë, edhe kur e shoh për shembull fëmin, e shoh ndikon nana çato edhe thot. Nuk reagon. Mirë pja von. Të madhin për shembull po edhe fëmin. Kjo është katastrofë. Fatkeqësisht është kulturë që veç trashëgohet. Po, unë e deshta me ndërlidh pak edhe me disa ngjarje që na ke tregu ti, edhe thash krejt në fillim të emisionit, mu më çudisin njerëz që paragjykojnë. Njerëz që paragjykojnë edhe madje edhe komentojnë me zë të lartë për paragjykimet që ata i kanë në mendjet e tyre. Edhe ti e din fion që na fol kështu, unë e kam vujt shumë prej paragjykime, prej bullizme. Po, për çfarë arsye edhe prej bullizmit, po dhe prej prindërve që nuk reagojnë, domethënë, ose kur vetë prindi është ai bullisti, domethënë. Po çfarë kulture tani pret ti prej çati fëmije? Të mirë shumë. Prej fëmijës seriozisht nuk pres, unë pres prej prindërve. Prej prindërve, po. Prindi është zero, prindi nuk reagon në asnjë mënyrë. Unë kam atje shumë ko i shi që ashtu i shoh më befason. Nuk ka ndodh, tash mos thon veç, nuk ka ndodh një që 20 vjet i ka djali kur dikush më thon diçka ose kur jam dalë me to për dorë, as si kum shu, as si kum lë mrapa, as ne as. Nuk e di, hajri inshallah, po hajri pa që ty të me çto sene. Çka u bë? Arsi, ju përshëndes. Faleminderit edhe na përshëndesim shumë. Faleminderit që ta të mirat. Po dhe para hajri. Me athy pak. Edhe s'është mirë me shëndet, edhe ka pas përvoja shumë të hidhura Anisa, kështu që e përqafojna shumë. Do të më azbut pak. Përndryshe po Anis ti shekon të kishu marrë Swiss Diamond Hotel me shku për një iftar me u kënaq aty. Më thonë po përgatisin iftarët mrekullueshme. Tani u kishim vazhduar në spa, po përndryshe të diellën aty ka iftar që shbehet në formë bufeje me lloj-llojshmëri të ushqimit pa limit. 038-220000 për juve që doni me boni rezervim për me shku atje. A e njite e ndrit numrin? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet, mergim? Çau ushi. Qysh je çaush? Mirë ju. Qa po bën mergimi, qysh është ai? Valo, a vesh që ushtraj që tu po ju nga juve. A i tjetri? E çau ushi mirë edhe aja. Çau, ai mergimi çatë terose kom qit. Hajde, çka po të çudit? Valo, unë pak më të shtire kam. Që çudit na me këtë popull që kur urrëtin në me vetin nuk e uq. Që kjo mas fort më çudit. Edhe dhem, se jo veç me çudit, po dhem. Po, që kjo mas shumë ti. Hajde para lufte pak ma, po mas lufte më me marë, mas ju slirum, nderi, tonat mirat, krejt mirat e bute si kem, apet o rejte. Unë po çudita, qysh po çudit është e? Po s'ki qohe po çudit. Ja, qështu. Faleminderit që na ke thirrë.
Ju përshëndes. Ciao, kalofsh mirë, tung e pasi në pasditet mrekullueshme. Ka rrit edhe një foto shpejt ju tregoj se është e ngarkuar rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi rrugës B, ju kyç atje rrugës B ka kolon edhe nga e ullet. Shoqimore, çe telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Kush na hyn në studio? Po më dohet që mi në studio. Po më dohet edhe neve që na keni në studio. A je mirë? Mirë që sheni jo? Ash doktori. Pa qaj. As peshe shpikesh në vëm ta? Po më dohet të i reklamu veç me kështu kesh. Da, ke po që shkaj ka shtë. Mire kesh shtu kesh. Të non stop të kesh. Ajde do ki që shje. Qish po kalani? Mirë, faleminderit. Ti po besoj që ki shumë arsye, shumë histori për më që ditë. Jo, veç tema ke çfarë që ditë më shumë apo? Po, çka që ditë më shumë? Mas shumë ti më që ditë respekti hu ndërsjell. S'po ka respekt për kërkon. Nuk po ka respekt, mungesa e respektit. Mungesa e respektit, si të më ndaj të mëshurëve, ndaj prindërve, ndaj. Edhe mua më çudit ky fakt. Se sa më na më. Ndaj të mëshuarve sidomos. Çish është arsimi? Arsimi ma mirë është. Unë thesha mos po çuditje shumë mirë. Thesha mos po çuditin ai ditë me Fionën atje me orë Zvicër veç çe për çef me shku me kështu shtatshi. Veç fjalë. Veç jo, ja s'ka fjalë. Ai keni shef Chelsea në RTP krejt. Prej që po realizimi vishim shef Chelsea. Krejt në zonë po janë me ka 2-3 puna, s'po e shoh. Ja, më shkon. Pret se ai se viu në atje, a din tash. Ana se të kallzoj. Na nuk po vinë në vend tonin, kështu që neve do të më na thirrë. Jo kur vini këtu s'ka nevojë më thjesht, vini në për shtëpia tuaja, kështu që neve do të më na thirrë dikush. Neve të na thirrë kush. Ka pleshtu mirë stafi jona, Arsim, mirë është mjaftë provë. Shumë mirë. Hajde kalojmë mirë. Le të mbetet në ndërgjegjen tuaj. Kur vjen mend na telefonon. Faleminderit. Arsim, mirë është mjaftë provë, më sa. Do shëndet. Po shëndetje, mrekullueshëm. Po ne më shumë mirë, edhe ti je shumë mirë. Edhe kur na thirr boshi mirë. Hajde kalojmë. Po vrapsa. Ja na thirr edhe hor po bojna. Si dentes veç kur i shkoj sikur më ia dhoni niksim vetit. Po ju më shel gua krejt. Nëse dinaj që po bojna shako. Ama po presim na thirr. Po presim na thirr. Kena me dalin ditë me Fionën. Kena me dalin ditë me Fionën, kena me shku një ditë me një qytet Evropës, po. Si me thonë një ditë në Sëre, një ditë kena me shku që apo diu në Minhen. Kush do bëj kafe? Kena me marrë një kamerë, edhe kena me kallzu ku është lokacioni dhe kena me ju prit. Edhe me orë me boka një emision. Kena me bollë. Po fillimisht do të më mësuam atë rrugëve pak. Po atë dina shtrase, langë shtrase, po që do i kena mësu. E shkurtë shtrase, ku ka komunikacion paga shumë. S'është problem, aty e marrëm njonin që vishit të puna po. Shtrase 23 pas ka kolon. Po. Ipkon me vetë, internetin me vetë edhe me bojnë transmetimin direkt. Po përndryshe për ata që janë klient prima, televizorët ju presin me 24 këste, a mundri me i pa në për dyqanët e Ipkos. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Eliza, nga na telefonan? Edhe unë po s'ras për Zvicrës. Hajde Zvicra ti është, po. Hajde po presim ftesa edhe mbështetje. Po e jam. Në Sëren, Stuttgart edhe nese. Hajde tregona po për çka të çuditë. Shku të doni pak më vjen zban. Po du me lidh sa të mbështetjen që tha moderatorja. Po çka tha kjo? Nderume. Çka tha kjo? Ajo tha për mbështetje jashtë kërkun prej shqiptarëve nuk keni. Ta deni ta. Qysh po mendon, do të thonë se shpesh e një to e thuhet diqysh po nuk thuhet me zot nalt. Që tregoj që unë një 3 vjet jam këtu, ku marr pi Kosovës. Edhe këtu shqiptarët ishin veç kush po mu i kemi mri parë me shpionu, po heske përpara. Qysh i vjen me shpionu, ku na i shpionojnë se çto s'pe kuptoj. Vendet punës po mendon aku? Vendet punës, çdo send shqiptari ish këtu, qysh mi bë dëm njëri tjetër, po jo me mbështet, jo me ngrit, jo me shtyp. Është vërtet që shumë pak mbështetë, domethënë atje, mbështeteni mes vetë. Kjo po më çudit, shumë te shqiptarët, pse ashtu, pse nuk i ndihmojnë njëri tjetrin se mos pret ty mos e më diversoj huje edhe mendojnë që edhe në Kosovë jemi krejt kështu.
që kjo më shqetëson shumë. Okej, që nesër kena me pas një temë bashkë për shqit punë. Nesër kena me pas një temë dhe kena me full magar për këtë farë pune. Po, shumë... Edhe mu shumë po vjeni noti. Se, do me thonë, na ashtu kështu po njemi këtu si shtetë që nuk po jemi bashkë kur, nuk po jemi një zëri kur, për as një sen që është ndëm të Kosovës ose në të mirë Kosovës, po edhe jashtë, do me thonë, me qenë kështu kundër njëri tjetrit, po vjen shumë keq. I kanë ato klubet, pasqyra jashtë të tregon me dëmet që na mbrana jemi çështu në Kosovë, nuk është e vërtetë, na krit jemi ndryshe. Po. Aden. Nesër kena me botë, mos na harxha temën. Jemi pak më ndryshe, po jo krejt ndryshe. Okej. Eliz, mos e zgjat. Unë po ju përshëndes, ku jeton në Zvicër? Schaffhausen. Në Schaffhausen. A ka shtrasë aty? A është ajo ujvara aty apo? Po, te ujvara. Hajde. Gjermanisht, po. Ujvara më e bukur atje që mundesh me po në Schaffhausen. Okej, shihemi tonë kaloj. Edhe një ditë në bara. Dione atje shtrasën masë. Kështë video me ujvara. Unë krej që ka më ju thonë juve, më ju thonë që jeni të mrekullueshëm, mos harroni me bo ata që doni me bo gjithmonë, me ep shumë dashni. Për matutje që ku është kolegja ime. Ja, kolegja juaj po ju tregon që edhe ju që jeni me agjerim për shembull, keni nevojë me marr sa më shumë vitamina, mos harroni nga brendi Zot në çdo market të Kosovës, i keni pudingat e mrekullueshëm me shije të ndryshme, i gjeni në krejt marketet me 27 gram protein, pa laktozë, pa gluten dhe pa sheqer të shtuar. Për ndryshe, ju që s'mundeni me na dëgju tutje, shihemi nesër nga ora 16, në ndërkohë jemi me Glam Radio deri në orën 18 në frekuencat tona 86 dhe 102 FM. Tung tung për shikuesit tanë.